Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kosova shkon në zgjedhjet e parakohshme. Deputetët e kuvendit edhe këtë të marrë dështuan ta zgjedhin presidentin. Në seancë morën pjesë vetëm deputetët e mazhorancës duke pamundsuar kështu krijimin e kuorumit për votimin e presidentit të ri. Seanca nisi të hënën ku lëvizja vetëvendosi propozoi Feride Rushitin dhe Hatixe Hoxhën si kandidate në mungesë të një konsensusi politik. Në raundin e parë, Rushiti siguroi 63 vota, ndërsa një votë shpallë e pavlefshme duke mbetur larg kuorumit të nevojshëm prej 80 votash. Bazuar në vendimin e gjykatës kushtetuese brenda 45 ditësh, Kosova shkon në zgjedhje. Pasi përfundoi afati i gjykatës kushtetuese për zgjedhjen e presidentit dhe pas shpërndarjes kuvendit, kryeministri Albin Kurti akuzoi opozitën se me sjellje jo shtetërore dhe anti-institucionale pamundsuan zgjedhjen e presidentit. Tash sa kohë sjelljet e kësaj opozite janë krye këput jo shtetërore dhe anti-institucionaliste. Ajo është interesuar vetëm një gjë, bllokimin e qeverisë sonë, e cila në këtë mandat ka rezultat historik. Në këto rrethona e gjithë kjo blokad opozitare përmes bojkotit të seancave plenare nuk mund të quhet ndryshe pos mosnjohje e rezultatit zgjedhor dhe vullnetit popullor të shprehur qartë me 28 dhjetor të vitit që lan pas. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Arjan Tahiri, kritikoi qasjen e kryeministrit Albin Kurti, duke akuzuar për veprime jo kushtetuese, mungesë të konsensusit dhe përdorim të gjuhës fyese ndaj opozitës. Ai tha se si pasojë e këtij vendi po përballet me prirjet për cënim të rendit kushtetues. Që kjo është gjendje me bo pazore të pozitave. Nuk jem të interesuar me bo pazore. Jem të interesuar me pos konsensus edhe me bo zgjidhje. Nuk e ka posat vullnet, andaj nuk e ka dërgu ftesën, dërsosoj përket të mostrotave, protestave. Hera e por, prej kur është themelu, kur është shpoll, Kosova shtet pavorë dhe sovran. Prom edhe sot se nuhet dhe ko tendencë rendi kushtetues me u thy. Andaj këtu duhet me reagu të gjithë, sigurisht që e kem alarmu dhe kem reagu në kohë. Shpëtim për demokracinë e ka komentuar kryetari i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Besnik Tahiri dështimin e kuvendit për zgjedhjen e presidentit. Nuk munguan akuzat ndaj kryeministrit Albin Kurti për keqpërdorimin e foltores dhe për përpjekjen për të hedhur fajin mbi opozitën. Dhe në seancën e fundit, kryeministri i Kosovës e përdori respektivisht e keqpërdori foltorën duke e goditur skajshmërisht opozitën, duke u mundu me hudh fajin tek subjektet politike opozitare në një gjendje bukur dëshpruese dhe bukur tronditse të cilën e solli vetë në Kosovë. Pra, edhe sonte u shpreh mlefi cili buron nga nevoja e tij me marrë dhe me pas pushtet. Pas dështimit të seancës për zgjedhjen e presidentit, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku akuzoi sërish vetëvendosjen se nuk e deshej Vjosa Osmani që të jetë sërish president e Republikës. Na janë kërkuar nënshkrimet, janë ofruar ato nënshkrime, por në fund, në thelb të problemit, është parë që ky emër, pra i Vjosa Osmanit, është synuar më tepër si kurum për një president që ata e quhin karate. Ne Vjosën nuk e shohim si kurum për presidentin e tyre që tashmë kishte votat e tyre, e shohim më shumë se kaq, si presidenti denjë të Republikës Kosovës, por këto vota nuk u dhanë nga lëvizja vetëvendosje. Sonte ndër tjerash u pa dhe një keqpërdorim institucionit më të lartë të vendit, kuvendit, në mënyrën se si u udhëheq ky proces me një monolog një partijak natyrshëm, me gjuhë çoroditur gjatë gjithë ditës nëpërmjet konferencave për shtyp, që më së paku të lënë shajën e bashkëpunimit e idesë për konsensus. Një moment të vështirë për Kosovën e komentoi ish-presidenti Vjosa Osmani kalimin në zgjedhjet të parakohshme parlamentare. Përmes një video të shpërndarë në rrjetet sociale, ish-kreu i shtetit bëri thirrje për më shumë unitet dhe shpresë. Mjaft më me propagandë, mjaft më me urrejtje, mjaft më me përçarje, mjaft më me ndjellje të frikës. Mjaft më. Aty ku ka urrejtje duhet të sjellim vetëm dashni për njëri tjetrin dhe për vendin tonë.
Aty ku ka frikë duhet të sjellim shpresë. E aty ku ka propagandë e shpifje duhet ta mbrojmë të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Juftoj që të bashkoheni në këtë mision, sepse rrugët që mbyllen nga padrejtësitë gjithmonë hapen nga populli. Ish presidentja e Kosovës Vjosa Osmani u paraqit nga Lidhja Demokratike e Kosovës për një mandat të dytë në krye të shtetit. Vjojnë investimet e qeverisë Kosovës në veri të Mitrovicës. Kryeministri Albin Kurti së bashku me ministrin e Bujqësisë Armend Muja inauguruan objektin e ri të Ministrisë së Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural në veri të Mitrovicës. Në këtë objekt është vendosur Drejtoria Rajonale e Agjencisë për Zhvillimin e Bujqësisë dhe Drejtoria Rajonale e Agjencisë Pyjore të Kosovës. Për kryeministrin e Kosovës, kjo zyrë rajonale është e rëndësishme, pasi në njërin anë ofron gjithë përfshirje dhe në anën tjetër ofron mundësi të barabarta që të gjithë fermerët të kenë mundësi për qasje në subvencione. Nga gjithsej 32.000 fermer që marrin mbështetje, rreth 3.000 janë të komunitetit serb, pra afër 10%. Ne dëshirojmë të dëshmojmë me punë konkrete e praktike, siç është edhe kjo sot, që nuk diskriminojmë asnjëri. Pra, kohëve të diskriminimit u ka fundi. Ndoqet përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.